Unë e ceka pak në fillim, një nga ato problematikat kryesore që të paktën na është referuar në fillesa ka qenë gjithmonë mospasja e një titulli pronësie për të shkuar më pas edhe për të marrë lejen e ndërtimit, edhe për të shkuar në bank për të aplikuar për kredi, pasi gjithmonë do duhet që të ishte dokumentacioni përkatës kur ti paraqet një plan investimi apo një plan biznesi. Sigurisht që patja apo marrja e blerja e pronës, pra zotrimi i pronës juridikisht tashmë me letra nga ana juaj ju jep mundësinë edhe për të përfituar pastaj nga të gjithë oportunitetet që janë. Pra, ama kushti kryesor është ti duhet të kesh një plan investimi të mirë, që të sigurojë qëndrueshmëri, që të kthejë mbrapsht investimin, kështu që ti përgatitu dhe mendo për të. Pra, ku do fokusohesh dhe ku do investosh, se ti jesh I sigurt që pastaj mundësit vinë të gjitha. Por do të duhet që ti kesh të gjithë dokumentacionin në rregull, pastaj lehtësia apo ndërmjetësia me bankat dhe me gjithë programet që qeveria vën dispozicion dhe me mundësit është e pamas. Mjafton që të jesh I qartë që në atë që në atë drejtim që do marrësh të kesh sukses, të garantosh suksesin tënd. Po. Përshëndetje zotja, zëvendës kryeministra. Mirë se vini në Koman. Si fillim duhet ju falenderoj për rrugën e Komanit. Ka kanë një nevojë shumë e madhe për banorët, por edhe një shtytje shumë e madhe e turizmit dhe ekonomisë së zone. Megjithatë unë jam një fituesi I programit paketës maleve. Ne si familje kena tentuar për shumë vite me investu, por nuk kena mujt me marrë një lejë ndërtimi për shkak se nuk ka pas një ligj mirëfill që e meritote. Ne jena falenderues që më në fund ju thot një ligj që muna me marrë një lejë ndërtimi. Unë besoj se kjo është vetëm fillimi I zhvillimit që Komani meriton sot. Unë kam një pyetje. Ne jena në fazën e parë të leje zhvillimit. Normalisht jena të apliku një zonë malore, një zonë pa shkelun, një zonë që nuk ka pas zhvillim më parshëm. Dhe me thonë, është krejt do në me dita kena lehtësira, kena pas në lehtësirë, në procedurë më të lehtësume që me mujtë me fillu edhe me zhvillu, për shkak se kena një projekt madh edhe që ka me kanë një investim shumë I mirë për tokat e të parëve tonë edhe ka me kanë shumë I domosdoshëm për jo vetëm për ne, por për gjithë banorët. Mua më thanë që nga aplikimet këtu në vendin e idejës më duket 20 prej tyre janë mbi 1 milion euro I kërkesa për investim? Po. Paga shumë me shumë gjasa do jetë një nga këta. Po, është një ndër. Tani, konkretisht çfarë investimi do të kryesh? Është projekt hoteleri agroturizëm. Dhe tani po thua që kërkon normalisht dhe infrastrukturën gjithse. Jo infrastrukturën, thjesht procedurat lehtësume, paktën me ditë se si kena me viju, me rrugën, me gjithçka. Infrastrukturën, me shpejtim procedurash, lehtësira në procedura. Shikom, lehtësira në procedura janë për shkak të gjithë kësaj që tham prap të ciklit apo të zinxhirit hap pas hapi për ta finalizuar dhe konkretizuar këtë investim. Të gjithë këto procedura që janë brenda paketës maleve absolutisht që do jenë të lehtësuara nga neve. Institucionet tona do punojnë në minimumin e mundshëm kohor të parashikuar nga ligji për t'ju lehtësuar edhe për t'ju ardhur në ndihmë. Ndërkohë nga ana tjetër unë mendoj dhe gjykoj që ajo që keni edhe çështje në këtë rast është sa lehtësisht I aksesueshëm do të jetë investimi juaj. Investimi I veçantë faktikisht, sepse aty nuk ka rrugë për me shku, por do të bëhet çdo gjë me varka dhe turistat dhe po. Kjo nuk ka rrugë makina. Gjithsesi përmarrje jemi bashk. Kjo është pak po e sigurt në kuptimin që qeveria është duke mundësuar tashmë fillimin e investimeve, kështu siç jemi duke I dëgjuar shembujt. Këto janë dallëndyshet e para të themi të gjenerimit të ideve për të zhvilluar zonën. Dhe patjetër më pas do të fillojnë të gjitha me radhë kërkesa për një ndërhyrje në këtë rastin konkret, një ndërhyrje tjetër e paparashikuar në një rast tjetër, duhet të garantojmë dhe do të garantojmë që të gjithë këto sipërmarrje të kenë suksesin e tyre të mos ngelen peng I një investimi të munguar për ta bërë gjën që kemi në mendje të suksesshme.
Falenderim vjen për rrugën, se na keni pështu. Ta në zonën e keni pështu, se unë jam zërgjoni për i karme, kam një aktivitet me bujtina. Kam i dëshirë me shtu pak, me shtu se kena pas kërkesa, tani su ba rruga, po shojmë se kena një kërkes më të madhe. Eksaktësisht ai rasti që thash për të zhvilluar akoma më tej këtë sipërmarrje që ke, për ta dyfishuar, të mund të aplikosh edhe në programin tjetër dyfisho ndërmarrjen, pra të marrësh një kredi shumë të lehtësuar. Përshëndetje, Dashtem, si jeni? Dhe isha me të falenderu shumë për